Aktori i njohur i kinematografisë shqiptare Birçe Hasko, një prej emrave më të dashur dhe të vlerësuar të skenës dhe ekranit, është ndarë nga jeta në moshën 84 vjeçare. Hasko njihej për interpretimet e tij të spikatura, ku solli me mjeshtëri karakterin popullor të jugut, duke bërë atë të paharrueshëm për publikun shqiptar. Gjatë karrierës së tij interpretoi mbi 12 role në teatr, ndërsa një nga rolet më të realizuara mbetet ai i Milos në komedinë Shi në plazh të Teodor Laços. Në kinematografi debutoi në vitin 1971 me rolet e ballistit në filmin Kur zbar një ditë, ndërsa gjatë jetës artistike luajti në më shumë se 30 filma, duke lënë gjurmë në historinë e kinematografisë shqiptare. Ja ligji. Ja dhe Malik. Ligji ndonë në Malikit, unë djetë kështu. Unë djetë kështu. Falfal, ju flet Tirana! Fara të e veti. Zenel, nuk kam më shaka. A i lindi në fshatin Dukat në rrethin e Vlorës më 12 mars 1942. Në vitin 1961 përfundoi shkollën e mesme pedagogjike Jani Minga. Pas përfundimit të saj punoi për disa vite si mësues dhe drejtor shkolle në fshatin Amanikaj, në Nivic të Tepelenës dhe Poro të rrethit të Vlorës deri në vitin 1965. Më pas ndoqi studimet për aktor në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë. Pas diplomimit nga viti 1969 e në vijim, ai u angazhua si pedagog i mjeshtërisë së aktorit në Akademinë e Arteve, ku më vonë shërbeu edhe si dekan i Fakultetit të Artit Skenik në periudhën 1989-1994. Në skenë dhe në ekran, Hasko u dallua veçanërisht në rolet e karakterit komik dhe popullor. Në teatr interpretoi figura si Milo Tafani në komedinë Shi në plazh nga Teodor Laço, Abaz Kola në Shtëpi me dy porta nga Rushdi Pulaha, si dhe Shazo në Familja e Peshkatarit nga Sulejman Pitarka. Ai njihej për një natyrë të veçantë interpretuese, ku elementët komik dhe fshatarak të karaktereve i kthente në pjesë të stilit të tij artistik, duke krijuar një mënyrë loje origjinale dhe të vështirë për t'u përsëritur. Individualiteti i tij u formësua veçanërisht në kinematografi, ku në role dytësore ndërtonte tipa të gjallë me origjinalitet plastik dhe shprehje të fortë skenike. Loja e tij karakterizohej nga humori i çlirërt dhe spontan, ndërtimi i karaktereve të gjalla dhe autentike, mimika shprehëse dhe një ndjenjë fort ritmi në interpretim. Përdorimi të folurit konkret, shpesh me element të dialektit të labërisë dhe natyra të veçanta të komunikimit skenik, japin roleve të tij një identitet të dallueshëm artistik. Përveç interpretimit, ai ka dhënë një kontribut të gjerë si pedagog, duke përgatitur student për aktor dhe duke vënë në skenë shumë etyde, fragmente dhe 18 vepra dramatike të plota. Në 13 shtator 1989 ju dha titulli artisti merituar. Në vitin 1995 mori titullin universitar profesor, ndërsa më vonë u nderua edhe me titullin mjeshtër i madh. Nga ana tjetër ju gërr mërr